të ardhshme, pra në zgjedhje të parakoshme çfarë po pretendohet se do të kemi, atëherë Lidhja Demokratike mund të dëmtohet. Ndërsa sa i përket aleancës, është parë se në kësaj radhe ishte i vetmi subjekt që nuk ka shënuar humbje nga votat e kaluar, dhe në një farë mënyrë e panë si ngritje të tyre, pra dhe me liderin e ri, me zotin Gjini. I cili nuk shkojnë në takim, zot Rivelium. Po nuk shkojnë... I ka kërkesat e qarta, se çfarë do nga zotri Kurti, që ta ketë mbështetjen e tyre sa i përket kuorumit presidentit. Po unë uroj që edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të mos shoh vetëm pazaret politike apo të posteve, por në qoftë se bëhet pjesë e qeverisjes të ketë edhe kushtet e tjera të cilat do të jenë për të mirën e qytetarit, jo vetëm për emrat. Por a ekziston frika kur flasim për qeverinë? Sepse Kurti i ka numrat për qeverinë, dhe nesër pas nesër edhe mund t'i shkarkoj. Po,